se e ti e ke hapur shoqe. Tani kemi 10 veta fshin, sado që janë, nuk dua t'i paragjykoj, që kanë një problem dhe unë jam për t'i ndihmuar dhe këta. Se nuk janë të përjashtuar nga jeta si çton. Problemi është mos e hanë gjithë vëlla. E kupton? Kanë ngrënë pra, se kjo përqindje se kanë ngrënë. Po si do ta ndihmojmë, do ta ndihmojmë ta pranoj trupin. Kur është adoleshent? Fëmijët që janë bërë pishkullë. Duhet ta nga ndihmojmë. sharlatan, jo nga instituta mjekësore që janë të certifikuara në sistemin e ofrimit të kujdesit shëndetësor. Sharlatanët është e vërtet që kanë eksperiencë. Ideja është shumë e mirë më Por nuk Belios, kuptoni që të gjithë vjen ky 14 vjeçari. se A të është sistemi ynë shëndetësor i aftë për ta bërë një gjë të tillë? Kjo është pyetja ime. Këtë pyetje tash i gjeni vetë, Pra themelore. Pra, po shiko. Unë më zotri, për mua, Është njësoj si të thuash. Bota ka, sekond, malër se është e bukur. Bota ka nëndece atomike. Duhet kemi dhe ne. Shko, po ta vini re, unë jam i vetëm, dhe të 3 zonjat janë bashkë. Po ta vini re. Suela tha, po të kemi kushtet, të japim, thot. Jo, më vla. Suela tha këtë. Jo, tha tjetër, aktualisht nuk kemi kushtet. Po pra, po ti kishim kushtet. Ja, dëgjoj Suela. Çdo njeri ka të drejtën e tij ta jetojë jetën si të doj. Ta përdori trupin e tij si të doj. Deri në momentin që prek të drejtën time, si individ. Ku ta preku ty? Mua ma prek deputeti. Po pra, ajo është është tjetër. Po Suela, pra Deputeti mua më prek. Ma prek sepse nuk po merren parandalime për karceri. Jam i vetëm pra, 3 zonjat janë në një mendje. O jo pra se s'është ajo tani. Në 10 veta, 5 veta i ke përdorur. Suela, ti je, po të kemi kushtet, po të kemi të trajnuar psikologët, psikiatrit edhe mjekët, ti je për ta bërë apo jo? Por të trajnuar janë mjekët dhe nuk janë budallë, të trajnuar janë. Po a je pro terapive pra? Unë jam dhe njerë, më dëgjoj dhe në fund fjalën që thash. Në qoftë se një individ është mbi 18 dhe në 20 vjeç. Po pra, si e vetëm për fëmijët, po të tjerët Te fëmijët nuk jam. Dhe dëshiron dhe është në gjendje për ta marrë këtë terapi, jam pro, patjetër, sepse është e drejta e tij. Pra jam i vetmi që jam kundër protokollit dhe për tritur dhe për fëmijë. A ka ndonjë terapi më shumë pres gishtin unë mos punoj më. Tash nuk mund të argumentosh. Ajo është pratisë Po neve Gish për gisht Ajo është zgjedhja jote. Gish për gisht, po pse ajo problemi është ne duhet të argumentojmë çfarë është e mirë dhe çfarë është e dëmshme për person. Ose argumentojmë. Elona, ta që Elonën se. Elona është i but, nuk është vërtet si po. Po ta duhet mjetoj unë këtu tash. Po je mbrojtur mjaft, ja. Tani se po qeshim, po nuk atëre në fakt